Ndaj, mos e hidhni lëvozhgën e shegës, por bëjeni, mund ta kombinoni ose mund ta bëni dhe në formën e çajit. Mos e konsumoni shegën pa bërtham. Konsumojni kokrat e shegës me bërtham. Dhe unë do t'ua këshilloja që çdo strukturë ose çdo pjesë e shegës ka vlera për organizmin ton. Çaji lëvore së shegës ka vlera të veçanta për kockat. Bërthamat e shegës përmbajnë lëndë antivirale dhe antiparazitare për parazitët. Por vetë molekula e shegës përmban 3 molekula të rëndësishme: L-agitaninën, pendukulaginën, telmagrandinën. Këtu jemi tek molekula e shegës ose te vetë shega. Lëvoren mund ta bëni si çaj, ndërsa bërthamat përdoren për trajtimin ndihmues të parazitëve. L-agitanina, pendukulagina, telmagrandinat. L-agitaninat janë antioksidant të rëndësishëm sepse konvertohen në urolitin, alfa-urolitin, beta-urolitin. Shega është mbështetëse fantastike dhe e sistemit kardiovaskular, e reduktimit inflamacionit dhe e sistemit digestiv. Një sheg në ditë bën të mundur uljen e inflamacionit në tru drejt për së drejt dhe bën të mundur uljen e inflamacionit në sistemin kardiovaskular. Konsumimi një shege në ditë do të sjellë qetësi, produktivitet, forcim të memorjes dhe forcim të depozitave të energjisë në tru, sepse përmban L-agitaninën, pendukulaginën, telmagrandinën, përmban nobilentinat, galanginat, të cilat çfarë bëjnë? Këto konvertohen në urolitin, sidomos L-agitaninat dhe pendukulaginat. Nga bakteret e zorës së trash, Gordonobacterum, Elagobacteret, si dhe Pseudocatecolunatum, Bifidobacterum, këto konvertohen në acid elagjik dhe acidi elagjik hidroksilohet, dekarboksilohet. Pra përpunohet dhe konvertohet në urolitin alfa, urolitin beta. Si fillim molekulat e shegës të cilat quhen L-agitaninat, pendukulaginat, telmagrandinat, galantaninat dhe acidi dhe pendukulaginat konvertohen në acid galik ose në acid elagjik. Acidi elagjik që formohet nga bakteret e zorës së trash të cilat quhen Gordonobacterum, Elagibacterum, sikurse dhe Pseudocatecolunatum, Bifidobacterum, konvertohet në acid galik ose në acid elagjik, acidi elagjik, më pas hidroksilohet, dekarboksilohet, që të konvertohet në një lëndë e cila quhet urolitin alfa ose urolitin beta. Dhe antioksidantët tek shega ndikojnë drejt për së drejti në fuqizimin e neuroneve të trurit dhe në energjinë e trurit. Edhe një tjetër, nëse zorët tona janë të pastra, nëse mikrouniversi inteligjent që ndodhet në zorën e trashtë, dhe zora e trashtë ka koordinim të drejt për së drejt me trurin e madh, me sistemin nervor qendror. Nuk mund të ndahet zora nga truri. Sa më e shëndetshme është zora e trashtë, aq më i shëndetshëm është truri, aq më mirë funksionin mekanizmat e inflamacionit dhe aq më mirë stabilizohen në rastin e inflamacionit. L-agitaninat, pendukulaginat, telmagrandinat konvertohen në acid elagjik dhe në acid galik nëpërmjet baktereve të mira të zorës së trash. Më pas me anë të disa beta-glikozidazave, alfa-glikozidazave, më pas me anë të disa L-agitaninazave, të cilat janë enzima të cilat edhe njëherë tjetër këto heqin grupin e metilit, formojnë urolitinën, urolitin alfa, urolitin betën, të cilat këto stimulojnë nukleusin e traktit solitar, që nervi vagus ta perceptojë këtë gjë dhe të forcohet sinteza e acetilkolinës dhe disa aminoacideve inhibitore të cilat qëndrojnë në korteksin prefrontal. Të forcohet edhe sinteza e disa lëndëve në tru, të cilat ushqejnë trurin, BDNF, faktori neurotrofik cerebral. Pendukulaginat përsëri tek shega mbrojnë trurin e vogël. Këtu kemi trurin e vogël. Këtu kemi dhe sistemin retikulo ose sistemin retikulo mezencefalik. Këtu është edhe sistemi vegetativ që njihet me emrin sistemi limbik. Këtu është truri i vogël, korteksi prefrontal. Molekulat e shegës çfarë bëjnë? Forcojnë hipokampusin. Hipokampusi është qendra e kujtesës. Hipokampusi ndodhet në buzën mediale të lobusit temporal. Hipokampusi është arma më e fuqishme, jo arma më e fuqishme, sepse kjo ndikon pak keq në dëgjim, është kalemi ose stirolapsi inteligjent më i fuqishëm i trurit.
stilolapsi, inteligjent, magjik, më i fuqishëm i trurit, i cili quhet hipokampus. Dhe molekulat e shegës çfarë bëjnë? E forcojnë, e përforcojnë hipokampusin. Hipokampusi ka rrugë aferente dhe rrugë eferente. Hipokampusi zakonisht ndodhet në arcus cortex dhe lidhet me mekanizmat e vëmendjes, me mekanizmat e kujtesës ose me mekanizmat e procesit pastrimit të trurit. Sa më i fuqishëm është hipokampusi, aq më reduktuar është edhe korpusi amigdaloid, sepse janë afër hipokampusi amigdala. Hipokampusi zakonisht përbëhet nga disa rrugë aferente, që do të thotë merr informacion nga neokorteksi cerebral, nga lobusi frontal, nga lobusi parietal, nga lobusi occipital, merr informacion nga cerebellumi, por merr informacion dhe nga disa qeliza këtu ose nga disa bërthama, area ventralis tegmentalis anterior, merr informacione nga nucleus solitar, merr informacione nga locus ceruleus, area septalis, dhe çfarë bën? Forcon kujtesën. Sa më e fuqishme të jetë kujtesa në tru, aq më e fuqishme është edhe procesi i të folurit, që procesi i të folurit ndodhet në pjesën e lobusit frontal, në gyrus frontalis inferior, ndërsa këto lidhen me anë të njëra tjetrës me anë të fasciculus arcuatus. Fasciculus arcuatus është një fije nervore që lidh kodin e fjalës, pra nxjerrin e fjalës me perceptimin e kodifikimit të fjalës, që ndodhet në lobusin parietal, lobulus parietalis inferior ose gyrus supramarginalis dhe gyrus angularus. Gyrusi supramarginal dhe gyrusi angular lidhen me lobulus ose me pjesën e lobit frontal inferior me anë të fasciculus arcuatus, sepse këtu ndodhet gyrusi cingular ose këtu ndodhet gyrusi cingular dhe këtu ndodhet pjesa e lobit frontal inferior. Që këto, nëse funksionojnë me njëra tjetrën, ne e kuptojmë atë që themi dhe ne e perceptojmë atë që themi. Pra në pjesën e lobulus parietalis inferior ndodhet zona e perceptimit asaj që interpretojmë. Tjetër, forconte tonusin e muskulaturës, molekulat cilat janë në sheg. Pra me fjalë të pakta, nuk lejon inflamacionin në tru dhe gjithnjë rrit depozitat e energjisë në tru. Tjetër, kalojmë pak tek shega dhe tek vetit e saj. Mbron përkundrejt sëmundjeve neodegenerative. Këto nuk i them unë, por janë të vërtetuara me studime shkencore. Mbron veshkën, mbron gjëndrat mbiveshkore, organin limfoid, pothuajse organin, një ndër organet më të mëdha limfoide dhe detoksifikuese që në jetën intrauterine, ajo bën të mundur prodhim të leukociteve dhe të eritrociteve, qelizave të bardha dhe qelizave të kuqe. Ndërsa në jetën ekstrauterine bën të mundur përpunimin e limfociteve dhe të monociteve. Kjo është shpretka. Pra shega është shumë esenciale sepse mbron trurin përkundrejt sëmundjeve neodegenerative. Përmban elagitanin, pendukulagin, telmagrantin, të cilat to konvertojnë në acid galik ose në acid elagjik dhe nëpërmjet disa enzimave të murit të zorës trash, të cilat quhen elagitaninasa, taninacilhidrolaza, hiqen disa grupe, të cilat mund të jenë grupe të metilit dhe më pas formohet urolitina, që urolitina është mbrojtësi, molekula shumë jetike të trurit dhe që mbron trurin nga neuroinflamacioni. Dhe shega, nëse konsumohet siç është me kokra, ka më shumë vlera se sa me lëng. Dhe një sheg në ditë është shumë e shëndetshme dhe lëvorja e saj nuk duhet hedhur. Mund të konsumohet si çaj për parazitët, për sistemin imunitar, me pak mjalt. Kalojmë pak tek arrat. Arrat janë në formën e trurit dhe arrat përmbajnë lutein fosfatodilkolinën. Luteinat dhe fosfatodilkolinat. Fosfatodilkolinat çfarë bënin? Përbënin një shtresë të rëndësishme të membranës qelizore. Fosfatodilkolinat përbëhen nga dy acide yndyrore, glicerol fosfati dhe nga kolina. Formohen në retikulumin endoplazmatik, agranular apo të lëmuar, dhe zakonisht janë shumë jetike sepse ofrojnë një stabilitet, një mbrojtje përkundrejt molekulave jo të shëndetshme dhe forcojnë atë ngarkesën elektrike transepiteliale midis qelizave të zorës së hollë. Konsumimi i arrave në një ditë mund të jetë 7 deri në 10 arra në ditë dhe arrat përmbajnë vitamin E tokotrienol, kompleksin e vitaminave
kompleksin e vitaminave E, përmbajnë lëndë të rëndësishme të vitaminës C, të omegave 3, acid linoleik, fitosfingozide, tiaril etanolamide, ku këtu do të kemi dhe vlerat e arës. Çfarë përmbajnë? Dhe arat me shegën janë të rëndësishme për sistemin kardiovaskular, për oksigjenimin e arterieve koronare, për ushqimin e trurit dhe për energjinë e trurit. Ja ku jemi. Janë fantastike. Dhe arat janë depozita me minerale, me vitamina, me omega 3 dhe me proteina. Këtu kemi tabelën e arave, ku 28.35 mg ose çfarë është në një kokër are. Këtu kemi rreth 4.32 gram protein,